Krimea është futur në lak nga Ukraina. Gjatë muajve të fundit, Ukraina ka intensifikuar fushatën e saj me dron që synon të ushtrojë presion mbi gadishullin e detit të Zi, i cili është nën okupim rus nga viti 2014. Dronët po godasin kamionët cistern rus përgjatë një autostrade bregdetare. Ura, tragete që transportojnë kamion rus dhe turist për te ngushticës së Kerçit, ukrainasit e quajnë këtë një bllokadë logjistike. Dhe ajo po funksionon. E pse është Krimea kaq e rëndësishme? Rajoni zë një vend emocional në historinë ruse dhe ukrainase, edhe në atë turke, për shkak të tatarëve të Krimes, një grup etnik që flet gjuhë turkike e që është e përndjekur për një kohë të gjatë. Porti detar i Sevastopolit ka qenë skenë betejave epike ushtarake që në vitin 1854 dhe gjatë luftës së dytë botërore. Ishte një destinacion i preferuar pushimesh. Carët rus shkonin në qytetin e famshëm bregdetar të Jaltës, edhe shkrimtarët rus, Tolstoj dhe Çehovi, po ashtu. Churchill, Roosevelt dhe Stalin e ndanë Evropën e pas luftës atje. Në vitet 1950, Krimea u bë pjesë e asaj që atëherë quhej Republika Socialiste Sovjetike e Ukrainës. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, Ukraina u pavarësua dhe Krimea mbeti pjesë e saj. Megjithatë, shumë rusë e konsideruan këtë një padrejtësi historike. Pas protestave të Majdanit në Ukrainë në vitin 2014, presidenti rus Vladimir Putin dërgoi trupa për të marrë kontrollin e Kadishullit. Një referendum i kontestuar hapi rrugën për aneksimin. Pothuajse asnjë shtet në botë nuk e njeh pretendimin rus mbi Krimen, por rusët festuan. Më pas, Putini ndërtoi një urë me vlerë prej miliarda dollarësh duke lidhur Krimen me territorin kontinental të Rusisë. Në vitin 2022, Krimea shërbeu si bazë nisje për pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës. Dhe kjo na sjellte e tashmja. 5 vjet pas fillimit të luftës, industria vendase e ukrainase e dronëve është zgjeruar në mënyrë të jashtëzakonshme, si në sasi, ashtu edhe në cilësi. Një kategori dronësh po përdoret për të sulmuar objektiva në distanca të mesme, si kamionët cistern që transportojnë karburante përgjatë autostradës 700 kilometrëshe, që kalon nëpër një brez të pushtuar nga Rusia në bregdetin Ukrainas, ose trenat e pasagjerëve që sjellin turist. Në pikkalimin e urës së Qënharit, sulmet me dron të Ukrainës e detyruan Rusinë të ndërtonte një urë lëndruese provizore. Madje vetëm ditët e fundit, Ukraina goditi një nga tragetet e pakta që lundrojnë në ngushticën e Kerçit, duke transportuar turistë dhe mallra drejt dhe nga territori kontinental rus. Zyrtarët rus po kufizojnë trafiku në disa autostrada. Në Gadishull, turistët rus po ankohen në internet. Shoferët presin me orë të tëra në radhë për të furnizuar automjetet e tyre me karburant. Guvernatori i rajonit së voni njoftoi një ndalim të plotë të shitjes së karburantit. Ka pasur gjithashtu raportime për blerje paniku. Nëse turistët friksohen dhe largohen, kjo është një goditje e madhe për ekonominë e Krimes. Nëse Rusia nuk mund të furnizojë bazat e saj ushtarake, kjo është një goditje e madhe për operacionet ushtarake të Moskës në rajon. Ja si e përshkroi situatën një bloger i njohur pro-rus. Forcat e armatosura të Ukrainës po vazhdojnë marshimin e tyre sistematik drejt një bllokade të plotë të Krimes. Qëllimi i Kievit është i thjeshtë. Ata duan që një bilet për në Krime në qershor të vitit 2026 të duket më pak si një udhtim në Bregdet dhe më shumë si lotari.